Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tim në një tjetër video. Atëherë më falni për zhurmën nëse do dëgjohet, sepse po punohem jashtë. Atëherë sot do të bëjmë një byrek me shumësht dhe ingredientet që do na duhen do të jenë 5 kokra vezë, do na duhet shumësht, sasinë e shikoj në sy unë, që si them një sasi si pizza, do na duhet krip, pak vaj për sa i përket pjesës së shumështit. Më pas të shikojmë. Atëherë, si fillim do na duhen 5 kokra vezë. Do të thyejmë një nga një. Mbasi kemi thyer vezët, do të na duhet shumështi. Do të hedhim shumësht. Unë këtu kam hedhur një tas, kam hedhur 3 tasa nga i burti. Mbasi kemi hedhur dhe qumshtin në sasinë e duhur, do hedhim krip. Edhe kripën një lugë gjelle kam hedhur. Mbas kripës do të hedhim, do të shtojmë vajin. Në vajin kam hedhur 2 lugë gjelle dhe një gjith lugë gjelle tjetër. Do të thënë 2 lugë e gjys. Vaj unë kam përdorur një vaj mistri, jo vaj lule djeli ose vaj djeli. Edhe vaj lule djeli mund të përdorur, ndërsa vaj djeli nuk e kam provuar ndonjëherë. Tani mbasi kemi hedhur të gjithë ingredientet për të bërë shumështin, do të vazhdojmë të trazojmë të gjitha derisa të ftojmë ngjyrën e ngjyrë portokallit. Dhe me thëmë derisa të hapim vezët. Atëherë, pasi i trazuam të gjitha ingredientet për shumështin bashkë, tani do të marrim një tepsi tjetër ku do të hedhim vaj dhe do ta lyejmë tepsinë me vaj të gjithin. Do ta lyejmë mirë që mos të ngjesi byreku. Pasi e kemi lyer, do të vazhdojmë me petat. Petat i kam marrë petat të blera. Dhe tani do të marrim petat dhe do të lyejmë me shumështin që bëm. Tani marrim petën e parë, e vendosim tek tepsia me shumësh, vezë, krip dhe vaj, e thyem petën nga që shumë e madhe, dhe do ta lagim të gjithë, mirë. Dhe mbasi ta lagim, do ta vendosim në tepsinë që do të fjekim byrekun. Atëherë, tani vazhdojmë me petën e dytë. Si peta e parë do t'i bëjmë të gjitha petat. Marrim petën e dytë. Do e thyejmë pikërisht. Do ta lyejmë mirë me shumësh, vezë, krip e vaj. Dhe do ta vendosim aty. Atëherë të zhurma do na bezdis pak qaftë kuptimit tonë, por më falni. Mbasi mbaruar me shtresën e parë, çdo shtresë do t'i hedhim gjallë përsipër. Atëherë nëse keni gjallë të freskët është shumë mirë, nëse s'keni gjallë të blerë. Tani unë kam gjallën e blerë, sepse nuk kam gjallë, do ta tërmoj. Do ta përhapim gjithandej, që të marrim këto pjesë gjallë.
Atëherë tani do shtrojmë shtresën e fundit dhe do t'i hedhim gjallë përsipër. Tani do e fusim në furrë. Unë e kam vendosur me 60 minuta me maksimumin e gradëve, por e kam parë dhe e kam hequr kur ka dashur të hiqet. Dhe ky është byreku që unë kam gatuar bashkë me ju. Shihem në videon e radhës. Paçim!